Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Dashit. Do bëjmë leximin e javës për ju. Të dashur deshër, është një javë ku duhet të marrësh një vendim të qartë dhe të ecësh përpara. Është si një lloj titulli për të filluar leximin e juaj. Keni qenë ndoshta duke pritur diçka të ndryshoj vetë. Jeni përpjekur, ke treguar durim, keni qenë të qëndrueshëm. Më falni, si një kalorës, siç kemi këtu, që nuk dorëzohet lehtë. Por ajo që po ndodh këtë javë është se kjo pritje nuk të mjafton më dhe s'duhet të mjaftojë. Brenda teje të dashur deshër po shtohet një ndjenjë, një thirrje që po thot merr drejtimin e jetës tënde. Kjo nuk është vetëm një çështje, mund të jetë dashuria, puna, një vendim që po e shtyn prej kohësh, ose thjesht ndjenja që e lodhur duke qenë aty ku je. Por e bukur e këtij leximi të dashur deshër është se kjo javë sikur është një energji që po të jep një forcë të re. Nuk e kohë më për gjysmë gjërash. O ec përpara me gjithë veten, o largohu prej atyre që të shtërrin energjinë të dashur. Dhe kjo nuk është vetëm forcë mendore, është dhe emocionale. Sikur zemra jote, ti vetë, logjika jote do më shumë se kaq, nuk jeni të mjaftueshëm, nuk ju mjafton kjo që po ndodh. Do thot, keni pritur të rregullohen gjërat vetiu, keni patur vërtet durimin e gjithë botës, por që tani ju thret diçka, një ndjesi, një energji që duhet marr, ta them timonin në dorë vet ne. Do të ndjen të vërtet, ta them, do qetësi, do të ndihesh gjallë, jo vetëm të funksionosh. Po për të arritur këtë duhet të largoheni nga diçka që s'të bën mirë. Ta them, nuk të bën mirë më, apo edhe pse është rehat, jeni aty, edhe pse është keq, apo jo mjaftueshëm, se mund të jetë për shumë gjëra, jemi të ndryshëm, shumë gjëra, jemi duke përjetuar gjëra të ndryshme, atë dua të them, të largoheni nga kjo gjëra që ju shterojnë, gjëra që nuk japin më. Edhe nëse është diçka që ke mbajtur kohë të gjatë, nuk mund të rish më në një vend që s'të rrit më, që s'të jep më, apo që është shumë më pak se pritshmëritë e juaja, të dashur deshër. Kjo javë është të thuash me zë të lartë, unë zgjedh veten, unë drejtoj jetën time dhe nuk kthehem më pas. Mos prit që dikush tjetër të jap leje, mos prit të dikush tjetër të rregullojë jetën tënde, mos prit as edhe një gjë nga askush. E ke tani gjithë që duhet për të bërë hapin e parë. Mos prit pra më, merr drejtimin e jetës tënde, ose do ngecesh atje ku nuk je vetvetja. Të dashur, diçka që keni stagnuar një kohë të gjatë, duke pritur se do rregullohen gjërat vetë, po ju thjeshtësoj për gjithë ata që nuk e kuptuan leximin apo nuk e kanë aty ku jeni, mund të jetë punë, mund të jetë partner, mund të jetë vetja juaj, me ato çfarë keni tashmë në dorë, nuk është e mjaftueshme. Keni pritur të rregullohen. Ju kam thënë që asnjëherë nuk rregullohen gjërat vetvetiu, janë shumë të rralla. Ndoshta se s'ka të bëjë direkt me ju. Është koha të merrni timonin vet. Dhe të merrni apo të drejtoheni drejt asaj çfarë vërtet dëshironi. Kjo ku jeni apo me kë jeni nuk mjafton. Nuk është ajo që dëshironi.